Forumi Rinor i Shoqatës Tirana ka protestuar para Bashkisë së Kryeqytetit duke kërkuar më shumë transparencë dhe përfshirje në vendimarrje për sheshin Skënderbej. Dhjetra të rinj Tiranës kanë kërkuar nga bashkia përmes pankartave një përgjigje mbi çfarë po bëhet me Tiranën në mbrojtje të interesave të familjeve që do të shpronsohen për ndërtimin e unazës së vogël. Kryetari i Forumit Rinor të Tiranasve, Sajmir Minxalli, u shpreh se kjo protestë është në vijim të protestave të nisura më parë nga Shoqata Tirana. Ne si trinj të këtij qyteti nuk mund të pranojmë që ashtu si prindrit tanë të mos marrin pjesë në debatet në lidhje me të kaluarën historike, tashmen dhe të ardhmen e këtij qyteti. Ne si qytetarë Tiranës presim një përgjigje, çfarë do bëhet me Tiranën. Ne kërkojmë thjesht zbatimin e ligjit, zbatohet e drejta e çdo pronari lidhje me pronën e tij, duke respektuar atë si pronar radh parë dhe pastaj interesat e opinionit publik dhe të gjithë qytetarëve. Marrin pjesë gjithë hallkat e interesit në lidhje me këtë shesh, që ajo që të arrihet në fund të jetë në unison, domethënë në unison për të mirën e të gjithëve. Të rinjtë e Shoqatës Tirana kërkuan mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore në ansamblin e qendrës së kryeqytetit. Për afro një orë, ata manifestuan paqësisht përpara godinës së bashkisë kërkesat e komunitetit të familjeve të vjetra tiranase ndaj pushtetit vendor.